Por fakti është që nuk kemi sot asnjë rast që ndërkohë në Durrës, që është një qark i diktuar nga krijimi, është e vulosur edhe nga raporti OSBE-Odirit, nuk kemi sot asnjë procedim në raport me kandidatët. Paktën kemi një kandidat që është i konfirmuar që në zgjedhjet e 2021-shit mori 2500 vota dhe në zgjedhjet e 2025-s mori 22500 vota. Nuk kemi të bëjmë as me Einsteinin, as me Donald Trump, as me nej, po di unë tani, qenie jashtëtoksore, por një personazh anonim që nuk i kemi ngjuar ndonjëherë zërin në parlament. Minimalisht ky person që u mbështet nga grupet kriminale, duke u patronazhuar nga këto grupe dhe qëllimi ka qenë shumë i qartë nga Partia Socialiste, janë marrë personazhe të tilla të paktën në disa qarqe të Republikës së Shqipërisë, siç është dhe rasti i Elbasanit, ku i shton krimit organizuar që juve do ju matet pesha se sa vota do marrë ky lloj personazhi. Kështu që janë marrë personazhe anonime dhe janë koj me vota. Po vota do më thënë që ja kanë tejkaluar edhe Edi Ramës. Rama ka qenë deputet i qarkut Durrësit në 2021 dhe ka marrë 15.000 vota. Ndërkohë ky personazhi tani kalon 21.000 vota. Nga Majta apo nga e djatha? Po nga e Majta, se nga e djatha unë kam dërguar 2 çështje në SPAK për çështjen e votës, megjithse SPAK-u më ka rrëzuar. Unë i kam fitu të 2 çështjet në gjykat, pra ka vendos GKK-ja shkallës parë që SPAK-u të hetoj dhe që nga data 14 nëntor, kur është marrë ky lloj vendimi, nuk kemi sot asnjë veprim konkret të SPAK-ut për votën në Durrës, pra po flas për Durrësin. Ajo që di unë... Me çfarë argumenti e ka rrëzuar kërkesën tuaj, SPAK-u? Do më thënë, unë kam bërë 2 kallëzime penale. Kallëzimi i parë është për Kasin, që ka shpërdoruar detyrën për çështjen e hapjes kutive në qarkun e Durrësit, që nuk vazhdoi rinumërimi, megjithëse unë rikuperova vota dhe aty u duk qartë që kishte krim zgjedhor, për ata ishte gabim njerëzor, dhe unë besoj që ata, në rast se do të ketë drejtësi, ata sigurisht do marrin dënimin e meritum, dhe së dyti ka qenë për grup strukturuar kriminal dhe falsifikim zgjedhor. SPAK-u ja çoi prokurorisë Durrësit për jurisdiksion, gjykata i tha SPAK-ut që do hetosh, jo vetëm që do hapësh kutit, por do të ekspertosh bojën e stirolapsit, sepse kishte ngjyrë ndryshe stirolapsi i votës për kandidat dhe votës për parti, do hapësh videot, sepse video nxirrte të vërtetën e votave që janë marrë, dhe një sër problematikash tjera që do pyeteshin kandidatët e tjerë. M'fal që ta mbaroj, e fundit. Sipas informacioneve që kam unë, sepse janë marrë pyetje disa herë, mbi 4 herë që më kanë thërrit, ka një frym brenda SPAK-ut për sa i përket zgjedhjeve që krimi zgjedhor të mos hetohet. Pse? Nuk e di pse, po kjo ka qenë fryma edhe nga titulari, edhe nga prokurorët. Është shumë e vështirë për ty. Tani, unë e kam bën hetimin me disa vullnetar, 18 vjeçar, është gjë më e lehtë, domethënë që mund të hetosh, sepse si e gjeta unë krimin zgjedhor. Mora videot nga KQZ-ja, pash se si i kishin marrë vota, dorëzova provat, kaq e thjesht ishte. Këta tani marrin miliona lek, as se di se sa i kanë rrogat dhe nuk e bëjnë dot këtë. Ajo që di unë kanë sekuestruar kutitë e Durrësit, deri këtu janë, domethënë, por s'kan bërë asnjë lloj hetimi. Kështu që ka një frym brenda SPAK-ut që mos hetohet krimi zgjedhor. Po kjo është e konfirmuar. Domethënë dhe detyrat që kalon gjykata thua ti nuk ka vazhduar te SPAK-u në kjo për të kanë kaluar 5 muaj. Shikojnë janë detyra shumë të rëndësishme që gjykata ja ka vendosur. Po mirë, pse merr përsipër për sa kohë po, jo se është shumë e vështirë. Pse merr përsipër për sa kohë? E ka pyetje për zgjedhjet, e ka jo pjesë të hetimit, pjesën krimin zgjedhor, por ajo nuk ishte motori kryesor i cili vjej në lëvizje struktura posaçme që monitoronte zgjedhjet. Ajo ishte pjesë e task forces, që ishte policia e shtetit, por ata drejtoheshin nga prokuroria e përgjithshme, ku ishe pjesë edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tjera. Pra ishe një strukturë. SPAK-u nuk ishe një institucion i vetëm, ma ishe një institucion... Nga që ishe raj shumë prisim që të bëni namin e kupton. Megjithatë, avokat ka një gjë. Unë mendoj që krimi zgjedhor është krimi më i rënd, edhe më i rënd se sa këto milionat që kishin pas kurrizit tani me vila, me hotele, sepse krimi zgjedhor është mitra ku lind çdo lloj krimi tjetër. Pushtetet që burojnë nga vjedhja e votës janë të destinuar të jenë të korruptuar. Sepse krimi zgjedhor çfarë bën? Deformon demokracinë. Kjo duket si slogan. Por më shumë se sa kaq që përkthyer në realitet, krimi zgjedhor ka 2 të këqija të mëdha. Çon në vendimarrje njerëz që janë jashtë kontrollit politikës apo që janë të kontrolluar nga bota e krimit. Dhe tjetra, krimi zgjedhor
e korrupton qeverisjen që përpara se të vinë në pushtet, sepse ushqehet nga para që vinë nga bota e ekonomisë jashtë kontrollit ligjor, dhe nesër kjo qeverisje është e destinuar të qëndrojë e tulatur këtij donatori të madh ekonomik që ka prodhuar këtë pushtetin. Dhe kur vjet këtu, kemi ligje me porosi, kemi vendimarrje që janë të destinuara të jenë interes të një klani të caktuar ekonomik, të korruptuar apo kriminal, ndaj nuk është thjesht çështja i morën mandatin a ulonit apo nuk ja morën, është për te interesit të një mandati. Ndaj këtu janë gremisur gjërat keqe më keqe nga njëri proces zgjedhor në tjetrin, sepse asnjëherë nuk është ulur në bankën e të akuzuarve njeriu që ka prekur votën. Qoftë edhe ai i fundit fare që kthen atë kutinë e votimit, ka 120 vota këtu, shkruan 140 këtu. Duke filluar nga ky e përçuar më lart. Jo, ka arrit deri në atë pikë se ke fakt në qarkun e Fierit që lëvizi mandati i zonjës Zeqinet Caushi, zonjushës, dhe spërkasin ishte gabim njerëzor, jo krim zgjedhor. Pra ka lëviz një mandat. Sa ishte? 100 vota ishte. Nuk ka problem. Po s'ka fare, nuk lidhet fare me atë. S'ka problem. Po s'lidhet, po. Dakor, në rregull. Ja, po ta them unë që s'lidhet. Jo, më në rregull, dakor. Po s'është ajo më nuk përbën elementi që si s'përbën elementi ka lëviz mandati zotëria, ke fut në parlament një njeri, ke fut në parlament një njeri që nuk ka marrë votat. Edhe një. Po si nuk shqetëson ti kjo? Fare nuk më shqetëson më, sepse unë e ti e kemi lënë të histori. Kjo gjë duhet bërë për para që të zhvillohen zgjedhjet. Ty tu hapën 3 qarqe, po t'ishin hap 12 qarqe, e kupton mund t'kishin lëviz 12 mandate. S'lëvizën më, ja. Po lëvizën pas lëvizi Fieri durshin e myllë. Në Tiranë kanë trafikuar 10.000 vota. Po i kishte marrë mandatin një tjetër pra. Në Tiranë kanë trafikuar 10.000 vota. 10.000 vota trafikuar nga kandidatët. Po s'është kjo tema, kur nuk ishte ajo shifra. Po është pra shifra, e ke aty në proces verbal. 10.000 nga të gjithë kandidatët që kishin vjedhur një tjetër. Kanë rinumërimi 10.000 vota të manipuluar. Pati në Kosovë nuk pati lëvizje mandatësh. Në Kosovë nuk pati lëvizje mandatësh. Ama pati një suli arrestime nga Kosova është tjetër gjë. Po pse që ka vjen në gjë Kosova? Pse çajemi neve? Reagimi i drejtësisë në Kosovë ndaj manipulimit të votës ishte jashtëzakonshëm. Po mi më ditë mos e kërkojmë dhe ne këtë dëshim. Sa herë kemi votuar neve? Sa herë ta kanë qenë votën ty të muaj? Hajde të bërtasim Shqipëri si Kosova, jo si gjithë Europa. Ka lyp mandatin Fier, s'mora si mas, nuk u detyrua si njeri. Përkundrazi u detyrua jo me mirëkuptim tjetër të rreqen që t'ia linte. Po ajo është muhabet politik, unë po them, a ka fakt penal apo jo? Ministra dhe ish ministra dhe ministra aktual që thon tërmet, që thon votat këtu, votat do të ngrejmë detyrë edhe bëhen promovohen, do bezë figurë. Se në Klosit ka vjedhur 200 vota në qarkun e Fierit. Se në Klosit. Vjedhja votës edhe krimi zgjedhor, kush është krimi zgjedhor? Një sekondë, mos më merr tani më analizo krimi zgjedhor dhe vjedhjen e votës. Se deri tani këtu ka vjedhje vote, 10.000 vota janë vjedhje vote. Sa i mori aty, ky mori aty. Vjedhja nuk është krim? Një sekond. Po flasim për krim masiv zgjedhor. Dhe krimi masiv zgjedhor do thotë që këtu s'janë bërë zgjedhje, po vetëm janë vjedhur vota. Në qoftë se në një qark të del që një kandidat ka mbi 1.000 e ca vota plus. 10.000 vota s'janë pak, more, është skandal. Po pikërisht pra ti the janë pak. Por nën qarqe nuk i ke hap fare, o zoti avokat. Nën qarqe ti nuk i ke hap. Ke hap 3 dhe dolen me probleme. Në Fier të lëvizi një mandat, në Durrës nuk i hape se pate frikë me i hap, sepse kur hapën ato politike, pse s'të mbështetin? Po çrëndsi ka kjo tani në mbështetje, unë kam shkuar spakor zotëria, e kupton. Unë po them faktin. Ti kur mbaron procesi jote? Po nuk ka rëndësi procesi im se mos e gëzof shafare, unë po them ku jemi neve tani. Nuk e kemi dënu krimin zgjedhor, se do t'i japim përgjigje pyetjes gazetares. Nuk kanë vullnet me dënu. Kaq. Çfarë po llogarisje ndërkohë? Ku s'të ditni llogaritë? Se nuk u ditni llogaritë 40 milionë euro, më duket se jahti bë kushton më shumë. Sa ka vajt pasurinë që e rret, po thoshte, prandaj ishte kurioz. Po filloi po bëhen disa llogarira dhe thjesht shiko, varet tani se si janë përcaktuar, ndoshta me vlerën e tregut dhe tjera, që është bërë analizë financiare, se kjo mendoj që kjo shifër nuk është e medias. Kjo do të jetë një shifër. Ergyz Agasi ka 27 pasuri paluajtshme, nuk e di me si ke llogaritur. Tjetër gjë, po flasim vlerën 40 milionë euro. Me sa diu nuk e kanë nxjerr media, po e kanë nxjerr vetë struktura e posaçme që ka përllogaritur një vlerë të parafort me vlerën e tregut. Kjo do të jetë, por gjithsesi
prap, ata e din për llogaritjen e tjera. Nuk eci me këtë pikë. Problemi është për të analizuar këto, do hymë në profesionalizëm këtu që flasim, sepse që të bësh të analizë e justifikon apo nuk e justifikon kjo zonjë, këtë pasuri e tjera, varet se si e ka trashëguar ato ullishten apo makinë Volkswagen apo llogari bankare. Kryeministri tha jeton në shtëpi me qira, po Petrën, ka një diferencë shumë të madhe mes të jetuarit me një shtëpi me qira, po. Na le tani të flasim. Kryeministri nuk është një figurë anonime që po Dakor, pra, po them në publik. Kemi kryetarin e shtetit, e qeverisë, i cili thotë që kjo zonja është në shtëpi me qira se s'ka se të ardhur dhe flasim për vlera tilla. Që të dalësh të këto problematika, duhet të bësh hetimin administrativ njërë. E dikush është hetimi administrativ, që pastrimi parave, fillon që në rrenjë, është pjesë administrative. Këta e fillojnë pastrimi parave direkte, e regjistron, fodje brenda, edhe pasaj të bëjmë analizën financiare. Po ti ke pastrimin e parave, ke një institucion, ke institucionin inspektoriatin e deklarimit të pasurive përsëri që ka për detyrë të bëj analizën e zholloj deklarimi, atë që bëm BKH-ja sot. Po kemi thënë që këto pra nuk kanë funksionuar deri tani për sa kohë kemi ardhur në këtë pikë. Që një qeveri ka gjitha funksionet, gjitha institucionet, të mos zëri institucionet përveçme dhe kërkon nga ato të bëjnë detyrën e tyre. E këto institucionet janë fiktive deri diku. Altin, që të bësh të jetosh pastrimin e parave do profesionalizëm. Jam dakord me ty. E di si e do profesionalizmin. Po e do kështu profesionalizmin. Po abuzimi që po bën ky pushtet. Sepse kjo është një fjalë goje. Kjo është mas preventive dhe ti e di shumë mirë. Tani ekziston, thot ligji, një dyshim i arsyeshëm i bazuar në indicie, as në provë në këtë rast. E di pse e them unë Altin, e di pse e them, unë nuk emocionohem nga këto shifra, se kjo mund të jetë edhe 500 milion. Mund të jetë edhe 500 milion, por problemi është që sa nga këto të gjitha që kemi neve sot do të konfiskohen. Ajo është konfiskimi tregon provueshmërinë e një hetimi, domethënë bazik. Rrezikon që mos ketë fare konfiskim. Se po ta shikosh, janë sekuestruar shumë asete, e filluan që me atë pjesën e resortit që kishte si ka emrin që pjesa e Atin Sarand. Balili. Edhe unë da 60-20, aji institucion, ne kupton? Me fera aji 60 justifikonde, 20 nuk justifikonde. Edhe nuk bë përshtypje kjo se këtë se ka marrë veshur. Njerëzit më të aftë që ka sot drejtësia, njerëzit më të aftë që ka sot drejtësia në Shqipëri,